Çfarë pëlqen te Ina ty Kesi? Ha, ta dëgjojmë. S'ma bëj shumë qefi. Jo, s'ka lidhje me qefin. Se kam bestik shumë. Jo, s'ka lidhje. Ha, çka ka? Mos marrë me qefin. Mirë, Çam pëlqej ke Ina. Ina se është në terminologjinë e fjalës gango. Pa. Një. Pa. Është një tip që ka shumë. na vazhdo të falë. Nuk e Here, 3 orë. Çam pëlqen. Është një karakteristika që shumë gango. 2. Është një person që lufton shumë për gjë që e don. Po. E vendos tjetrin përpara vetes, pra mua në shumë gjëra. Po, e pëlqen këtë pjesë. Dhe të respekton jashtëmase shumë. Aha. Dhe tjetra ta kënaqë egon. Po prandaj, po unë mua kjo këtu, nuk më ha kot. Që jam regjur me juve unë. Kam 5 vite. Prese për cjellë. 5 vite. 5 vite, 180 banor, 200 banor, 5 vite, 5 Big Brother, 200 vipa. Prite për cjellë, hyrë njëre ditë. Edhe e thash një 2 video më para, e thash që kur ndodhe ajo puthje sot, mbasi u zun këta, u bën mut me një tjetrin, edhe shau këj Selinën, atë Stelinën, vajt e puthi kjo fyçka, e puthi të lyfin, edhe unë thash që e ka puthur për ta qetësuar lumadhin, se u tërbua, ja urdhë. Qaj pëlqen të Ina, thot, e ca arsye tjetër që tha, pastaj në fund fare mbyll këtë, më mbush egon, plotson egon. Unë nuk ha kot, unë se e di, o po të them e di. E Lori kot, ajo, Sara kot që nuk shkruan më në atje, që vete të bashkëpunoj me të atje. Se po thoi se e kam bërë skenarin vetë, pa të them fare. E di qa do ndodhi, e di se qa. E ka puthur, na presioni, dhe prandaj thot ky tani, më pëlqen se pëlqen egon, më plotson egon. Se ka mend tru, se s'ka mend tru, se di të gatuaj, se di të shplaj, se di të hekurosi, se si di të cilë, se di të bëj një kafe, në i petull në gjes, për shembull në mjalt me djath, apo varit e neqin këtyre. Në juve nuk siteni as me sit, as me shosh. Ja, për këta dy sy. As me sit, as me shosh nuk siteni ju të dy. Nese, gjithsesi, nuk në shkisni dot. 5 vjet, 200 vipa kemi pritë për cjellë ne.